Që sot filloni dhe lyeni flokët me këna, arsyeja do ju befasoj. Përveç se intensifikon dhe thekson reflekset natyrale, ndihmon në forcimin e fijeve për t'i dhënë ushqim dhe hidratim flokëve. E njohur që nga kohët antike për vetitë e saj ngjyrosëse, kënaja është një pluhur me ngjyrë jeshile i përftuar nga bimat, e cila lëshon një pigment portokalli në bakër të përdorur gjerësisht në botën e ngjyrave të flokëve. Kënaja ka një aktivitet rregullues tek flokët e yndyrshëm. Aplikimi i kënaz dhe pas një muaji, ju mund ta riaplikoni vetëm në zonën e rrënjës ku janë rritur flokët dhe kanë dalë thinjat. Ekspertët e kozmetikës nuk sugjerojnë të aplikoni shpesh në gjatësinë e flokëve, pasi ajo do të erësonte dhe do të shtresëzonte ngjyrën, por gjithmonë fokusohuni në të mirat që ajo ofron, duke forcuar flokun ton dhe duke e ushqyer atë me të gjitha mineralet dhe vitaminat e nevojshme.